Janë trajtuar me 10 herë problematikat e rrugës nacionale Burrel-Skuraj, ndërsa jo vetëm që nuk janë marrë masa, por gjendja ka ardhur duke u degraduar. Veç dëmtimit asfaltit dhe deformimit të rrugës problematike mbeten urat. Ura e Karicës e mbyllur nga ekspertët e autoritetit rrugor shqiptar prej afro 2 vitesh, mbion të jetë në rrezik i madh për të gjithë përdruesit e saj. As bllokimi i kalimit të automjeteve të tonazhit të rënd nuk ishte efektiv për shkak se barrierat e betonit janë larguar apo zhvendosur dhe kalimi i mjeteve bëhet normalisht. E certifikuar si e pasigurt, për këtë urë është shtyrë të paktën 4 herë afati nisjes së punimeve, ku i fundit ishte për muaj ngusht, por as atëherë nuk filloi ndërsa pritet tashmë fillimi i vitit të ardhshëm. Por përpos urës së Karicës, të tjera ura janë në gjendje të rrezikshme për përdruesit e tyre. Bëhet fjalë për urat në afërsi të vendit të quajtur Pularia, pak kilometra larg qytetit të Burrelit. Të dyja këto ura kanë pësuar dëmtime në konstrukt, gjë të cilën e tregojnë edhe deformimet anash, por edhe në shtresën e tyre. Për ekspertët, edhe këto ura tashmë janë të pasigurta për të kaluar mbi to, ndaj dhe duhen marrë masa të menjëhershme.